Sot duhet të flas për një temë që personalisht e kam shumë në zemër, por dhe Bibla flet që është ekstrem e rëndësishme. Tema që duhet të flasim sot është si të bëhemi të frytshëm për mbretërinë e Jezusit. Bibla kësaj rëndësie si ne të bëhemi të frytshëm i jep një rëndësi ekstrem të madhe. Jezusi kur ishte me dishepujt, ne dal nga dal nëpërmjet pasazheve do e shohim. Ai i kushtoi thuajse një kapitull të tërë. Dhe në të katërta ungjillit që gjenden në Bibël, të jemi të frytshëm dhe të jemi punëtor të denj për mbretërinë e Krishtit, përmendet në të katërta ungjillet. Ne sot do dalemi te ungjilli i Gjonit dhe do shohim bashkë se çfarë kërkon Jezusi nga ne kur thot jeni të frytshëm. Përse jeni të frytshëm ka një rëndësi kaq të madhe në mbretërinë e Perëndisë. Por mbi të gjitha, para se ne të themi e jani të jemi të frytshëm, Jezusi na tregon nga shkrimet që për të qenë një punëtor i Jezu Krishtit, nuk mjafton vetëm vullneti apo dëshira jonë. Nëse ne shohim Biblën mirë dhe tani do shohim dhe pasazhet, vullneti dhe dëshira jonë nëse do kishim bërë një listë se çfarë duhet në frym për të qenë punëtor të denj dhe të frytshëm në mbretërinë e Krishtit, vullneti dhe dëshira jonë do kishin zënë vendin e fundit. Jezusi, dhe ne do e shohim nga pasazhet, thotë që duhet tjetër çka për të qenë punëtor të korrave të Krishtit Jezus. Por çfarë është të jesh punëtor i Jezusit? Çfarë është të jesh punëtor i të korrave? Çfarë duhet bëjmë ne dhe çfarë do të thotë që ne të jemi të frytshëm? Të jemi të frytshëm do të thotë që ne e marrim mbretërinë e Krishtit Jezus dhe e çojmë në botë. Ne nuk marrim vetëm një copës të kësaj mbretërie dhe e çojmë botë. Ne nuk marrim vetëm disa copëza dhe i çojmë botë. Ne marrim të gjithë mbretërinë e Krishtit dhe e çojmë në botë. Dhe marrim botën dhe e sjellim te mbretëria e Krishtit. Dhe lidhur me këtë te Mateu 5:15, Jezusi thotë ju jeni dritë në këtë botë. Por keni kujdes thotë sepse drita nuk është bërë për të fshehur. Dhe që këtu Jezusi fillon me një koncept që nëse jeni dritë, këtë dritën cilën po ju jap unë, ju do shkoni, do e çoni në botë. Për të bërë një shtjellim më të madh se çfarë është frytdhënia. Ne do të fillojmë nga një varg, ju mos shkoni, unë do ju çoj, dal nga dal, te Veprat e Apostujve, kapitulli 17:6, Pali dhe Silla ishin duke themeluar kishën e Thesalonikësit. Ata sapo vajtën dhe Luka shkruan, ne thot mbritëm në një, nuk thot qytet, Berea. Dhe ata u ndalën aty dhe Pali te 17:4, 5 dhe 6 shkruan te veprat që ata vuajtën dhe u torturuan shumë. Kisha e Selanikësve u ndërtua me vuajtje të mëdha. Te vargu 6 thuhet një gjë aty, që është shumë për të therrur shpirtin. Turma të mëdha të judenjve i kapën këta i nxorën mes dhe thanë, ata që kanë bërë rrëmuj botën janë këtu mes nesh. Shikoni çfarë do të thotë kjo shprehje. Ata që kanë bërë rrëmuj botën janë këtu mes nesh. Në fakt, Pali dhe ekipi i tij këtë po bënin. Ata po ndryshonin qytetet e tëra, ata po ndryshonin botë, ata po ndryshonin jetë njerëzish, ata po ndryshonin kultura njerëzish. Ata po merrnin gjithçka që ishte në mbretërinë e Krishtit dhe po ja çonin njerëzve, po ja çonin qyteteve të tëra.
Dhe këtu nuk ka të bëj thjesht me ungjillizimin. Ata nuk po bënin thjesht një ungjillizim. Ata po ndërtonin kultura të reja në mes popujve. Dhe nga e gjithë libri veprave, betejat më të mëdhaja që kishin apostujt, ishin pikërisht sepse njerëzit po i thoshin ju po na ndryshoni, po ndryshoni traditat tona. Dhe këtë po bënin ata. Ata ndryshonin popuj të tërë, gjithçka që ishte në perën, në mbretërinë e Krishtit, ata e morën dhe ja plasën botës. Ata merrnin dritën e Krishtit dhe ja çuan. Është një tjetër varg që flet pak a shumë tillë, por në 10 e vjetër. Te një mbretëri 18-17. Mbreti i Izraelit Ashabi, Bibla e cek si ndër mbretërit më të këqij të izraelitëve. I del Elias përpara, i zë udhën, dhe i thot, a erdhe ti që po e bën Izraelin rrëmuj? Po përse Elia bënte Izraelin rrëmuj? Elia hiqte idhujt. Elia i thoshte Ashabit, ti dhe pjella jote keni për të vdekur. Gruaja jote kam për ta ngrënë qend, kritikonte mbretër, kritikonte popullin sepse i thoshte jeni me dy mendje, vendosni Perëndin apo këtu. Elia ndryshonte popullin, ndryshonte të dyja mbretërit. Aq shumë sa Ashabi tha ti e ke bërë rrëmuj të gjithë Izraelin. Ky ishte impakti që Elia kishte në Izrael. Ashabi nuk i tha ti që po flet këto fjalë, e ke bërë rrëmuj. Të njëjtën gjë që i than palit, sepse impakti i madh që ata kishin ishte i tillë. Ata po ndryshonin kombe. Dhe a dini pse ndodhi gjithë kjo? Sepse Elia ashtu dhe pali, ekipi i tij, ata ishin bërë punëtor të mbretërisë të Krishtit. Ata ishin bërë të frytshëm. Kush nga ju këtu në kishë sot, edhe pse s'është e tërë kisha, po është mirë, kush nga ju dëshiron të jetë i frytshëm në mbretërinë e Jezu Krishtit? Unë për shembull kam dëshirë të jem shumë i frytshëm. A ka dikush në kishë dëshiron të jetë i frytshëm, të japi fryte për Krishtin? Amen. Motra Belkize thot po. Bidja thot po. Të gjithë ne kemi dëshirë të japim fryte. Mirë. Për të filluar të shtjellojmë rëndësinë e këtij, unë do të shkojmë bashkë te Ungjilli i Gjonit, kapitulli 15, vargu 16. Ungjilli i Gjonit, kapitulli 15, vargu 16. Dhe thot kështu. Gjoni 15:16. Nuk më keni zgjedhur ju mua, thot Zoti, por unë ju kam zgjedhur ju. Shikoni tani, ka një pikë presje këtu. Dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt dhe fryti juaj të qëndrojë. Jezusi po i cakton një detyrë apostujve. Dhe thot, unë po ju caktoj të jepni fryt dhe fryti juaj duhet të qëndrojë. Nuk duhet të jetë diçka si përfaqësore, por duhet të qëndrojë fryti juaj. Po përse kjo frytdhënia qenë ka kaq ekstreme e rëndësishme? Bibla flet për dy koncepte sa i përket lidhur me frytdhënies. Një, lidhur me besimin. Bibla thot që ashtu si besimi pa vepra nuk mund të ekzistojë, te Jakobi 2:20, ashtu dhe shërbesa ndaj Krishtit pa fryte nuk mund të ekzistojë. Nuk mund ne të themi që jemi punëtor të Krishtit dhe i themi mendjes tonë ose vetes tonë që mund tani do shkoj në kishë, do lexoj librin, Biblën, do shkoj në grup lutje, do marr pjesë ashtu dhe kjo është shërbesa ndaj Jezusit. Jezusi thot jo. Nuk është kjo shërbesa ndaj meje. Përkundrazi Bibla thot, një krishter që ka këtë brenda vetes ka rrezik që ai të jetë duke dëgjuar më shumë nga i ligu se sa nga Zoti. Sepse pasiviteti dhe komfort zona nuk vijnë kurrë nga Zoti.
nga Zoti vjen gjithmonë ajo që quhet shkretëtira frymore për të përgatitur për atë që Krishti t'jep. Për të vazhduar pak ta shtjellojmë, ne kemi një histori shumë domethënëse te Mateu kapitulli 25, 14 deri 30. Aty flitet, thot Jezusi merr një shembulltyr për një zot, një mbret i cili merr shërbëtorët e tij dhe i thot: "Unë ty do t'jap 5 talenta. Ty 3 dhe ty 1. Merrini këto talentat", i thoshte Zoti këtyre shërbëtorëve, "dhe shkoni tregtoni dhe shumë fishoni." Kur ky mbret kthehet, ai që kishte marrë 5 talenta i thot: "Unë tregtova Zot me 5 talentat e tua dhe ato u bën 10." Ai që kishte marrë 3 thot: "Tregtova dhe u bën 6." Tani i fundit ndodh diçka. Ai i fundit thot: "Zot, unë kisha frikë nga ty sepse të njoh që ti korr atë që nuk mbjell dhe merr atë që sjep, dhe nga frika që kisha e fshefa talentën tënd dhe ja ku e ke është 1." Dhe Zoti këtij t'i jep 2 definicione, i lig dhe përtac, disa përkthime kanë dembel. Tani të analizojmë këtë tretin pak që ndodh. Ky, nëse analizojmë ne, mund të themi që ky u tregua një shërbëtor besnik, ky ruajti talentën. Ky ruajti gjendjen që ishte. Tha: "Unë jam ky dhe po e ruaj këtë që jam." Por Jezusi tha: "Jo vetëm që s'mjafton, por ke për t'u hedhur jashtë ku është errësira dhe qend." Ai ishte një shërbëtor i Krishtit. Ishte një shërbëtor i Zotit. Shëmbëltyra thot: "Një Zot dhe një mbret thirrri shërbëtorët e tij." Atyre që kishin 5 dhe ju bën 10 dhe 3 6, Zoti i dha shpërblime të mëdha. Ju do udhishni dhe kombe, thot Zoti. Ai që kishte 1 në fund të vargu 29, thot ishte shumë ekstrem domethënëse. Merrjani dhe atë që ka, sepse kush ka do t'i merret, kush ka pak edhe ajo që ka. Hiqjani. Jezusi me talenta është neve na jep vajosjen e tij, autoritetin e tij, pushtetin e tij hyjnor, e jep brenda nesh. Me këtë pushtet ju do shkoni në botë. Dhe ashtu siç thoshte, siç bënte Pali ose Elia, që ndryshonin kombe, popuj, kultura, tradita, këtë do bëni dhe ju. Një shërbëtor i mirë dhe i denj i Krishtit merr dritën e Krishtit dhe e çon në botë, në një rrugë ose në një rrugë tjetër, cilën frymë e shenjtë ja dikton. Por ai ka një mision, drita e Krishtit në botë. Është një libër i vogël këtu, unë e kam lexuar para 1 viti ose 2, Krishterimi i hershëm. Një thënie shkurtër aty kurrë nuk kam për ta harruar. Thot kështu: "Kisha e hershme u bë aq shumë e fuqishme sa u bë një kërcënim edhe për vetë perandorin romake." Dhe në fakt Biblia e konfirmon. Biblia e konfirmon. Zoti thot: "Unë do të jap një thirrje, do të jap vajosjen time, pushtetin tim dhe autoritetin tim, dhe do të bëj unë një punëtor ty." Biblia gjithashtu na thot, dhe ne tani do shohim disa pasazhe, që për të qenë punëtor të Krishtit, siç e thash edhe pak më herët, dhe për të qenë të frytshëm në Jezu Krishtin, vetë dhe ose thjesht vullneti ynë dhe dëshira jonë nuk do mjaftojnë kurrë. Për të qenë shërbëtor të denj, ai që merr talenta dhe i dyfishon, ne më parë duhet të jemi vegla në duart e Krishtit, që ai të mund të na përdor sipas vullnetit të tij. Po për të qenë më parë vegla në duart e Krishtit, ne duhet të jemi të dorëzuar te Krishti, që ai pastaj të na bëj vegla në duart e tij. Dhe për të qenë të dorëzuar te Krishti, ne duhet kemi në vullnetin tonë dhe në misionin tonë për ta mbrirë këtë gjendje frymore. Shikoni, mbretëria e Krishtit është frymore. Vetë Zoti i tha Pilatit që mbretëria ime nuk është nga kjo botë. Është frymore. Ne nuk mund të jemi shërbëtor dhe punëtor të frytshëm në një mbretëri frymore
kur gjendja jonë frymore është e dobët ose e paqëndrueshme. Ja përse më parë ne duhet të bëhemi vegla të Krishtit dhe të dorëzohemi të Krishti dhe të rrënjosemi te ai thellë. Dhe lidhur me këta, po të gjoni, unë duhet të shkojmë pak bashkë, kapitulli 15. Këtu Jezusi po flet për atë që mund të cilësohet si marrëdhënia intime ose bashkësia intime frymore midis Jezusit dhe kishës dhe shërbëtorëve të tij. Por Jezusi këtu po thot një gjë tjetër. Te vargu 4, unë do ta lexojmë bashkë. Thot kështu, 15:4. Qëndroni në mua dhe unë në ju. Sikurse shermendi nuk mund të jap fryt nga vetja, po që se nuk qëndron në hardhi, kështu as ju nëse nuk qëndroni në mua. Një gjë duhet kemi kujdes. Te ky varg Zoti po thot dy gjëra, jo një. E para thot, ju duhet qëndroni në mua. Por çfarë është ky koncepti në mua? Te Gjoni kapitulli 14, mos shkoni, më ndiqni, vargu 11, Jezusi thot, unë jam në Atin dhe Ati është në mua, i thot këtyre. Shikoni çfarë marrëdhënie nxjerr Jezusi. Pra, unë jam në të gjithë brendësinë e Atit, në frymë, në shpirt, në mendje, në zemër. Të njëjtin koncept Jezusi ja thot dishepujve, ju duhet të qëndroni në unë, por edhe unë në ju. E dyta çfarë Jezusi thot tu, shikoni, ai nuk po thot qëndroni me mua ose unë me ju. Dhe kjo është shpesh një gabim që ne bëjmë. Jezusi thot në mua, por edhe unë në ju, në brendësinë tuaj, pra në zemrën tuaj. Sepse të njëjtin koncept që ai thot për vete dhe për Atin, po ja thot dhe apostujve. Ju do qëndroni në unë dhe unë në ju, në zemrën dhe në brendësinë tuaj. Dhe tjetra çfarë thot? Kjo thot Jezusi është e vetmja mënyrë që ju mund të jepni fryte. Sepse shikoni, ju thot shermendi pa hardhin, sepse më lart thot unë jam hardhia, ju shermendi. Thot shermendi pa hardhin nuk jep dot dhe ju nga vetja juaj. Shikoni sa e rëndësishme është kjo. Kjo është tejet e rëndësishme. Ju nuk mund të jepni dot fryte nga vetja. E thot Zoti këtu. Nuk mundemi ne t'japim fryte nga vetja. Nuk mundemi. Ne mund të kemi dëshirë, vullnet, amen, Zoti e do këtë. Sepse në fundit ne nuk mund bëhemi dot vegla të Jezusit pa e patur ne dëshirën dhe vullnetin, por nuk mjafton dhe as që nuk fillon aty. Ju thot Zoti nga vetja nuk do jepni dot. Por do jepni nëse qëndroni në unë dhe unë në ju. Ju do rrënjoseni te unë dhe do bëheni vegla të mia. Dhe unë do ju përdor. Nuk mund të ketë një shërbenjësi në Krishtin pa qenë më parë vegël e Krishtit. Dhe nuk mund ne të jemi vegël e Krishtit pa qenë më parë Krishti rrënjosur te ne në zemrën tonë. Ne jemi, siç thot te Mateu 5, ata që do të çojmë dritën e Krishtit në botë. Një predikim i famshëm e kam lexuar në internet para shumë kohësh të një predikuesi të shekullit 18, thoshte, sot kishat po sfidojnë me një gjë sepse nuk po dihet kush po ndikon më shumë, kisha në botë apo bota në kish. Dhe për këtë Jezu Krishti thot që ju qëndroni në unë dhe unë në ju, që të bëheni punëtor të korrave të mia. Jezusi paralajmëron apostujt dhe thotë kështu: të korrat janë të mëdha. Lutjuni Zotit të korrave që të dërgoj punëtor të korrave. Pra, puna për mbretërinë e Jezusit në këtë botë është shumë e madhe. Por a ka aq punëtor? Po si mund të ashtu që ne themi që kudo në të gjitha qytetet, shtetet e botës, puna në botë
është shumë e madhe, por edhe kishat janë të mëdhaja, po atëherë përse mungojnë punëtorët? Kishat janë shumë të numërta. Antartë brenda në kish janë shumë të numërt. Dikush ka shumë, dikush mesatarisht, por si ka mundësi? Punëtor ka shumë pak. Sepse jo të gjithë duan t'i nënshtrojnë Krishtit për të bërë vegël në duart e Krishtit. Shikoni, punëtor, unë besoj që të gjithë nga ne kemi patur një marrëdhënie pune dikur, qoftë sektor publik apo privat. Kur ti futesh në një marrëdhënie pune, punë marrësi ose punë dhënësi, të paraqet ty disa kushte. Dhe ti, nëse nuk i përmbash atyre kushteve, ti nuk mund të hysh në atë punë. Dhe pasi ke hyrë në atë punë, nëse nuk i respekton ato kushte, ti nuk mund të qëndrosh në atë punë. Kështu është edhe me mbretërinë e Krishtit. Zoti ne nuk na jep kushte, por Jezusi na kërkon që ne të bëhemi vegla në mbretërinë e tij, që të mund të jemi punëtor në të korrat e tij. Dhe dallimi i atit punëtorit që talentin nuk e dyfishoi por e ruajti. Ai kishte këta. Ai nuk ishte në Jezusin. Ai ishte me Jezusin. Jezusi nuk ishte në të brenda tij zemër, shpirt, frymë dhe mendje. Jezusi ishte me të. Shikoni diçka. Ja pse Jezusi këtu thot jini në mua dhe unë në ju, dhe nuk thot jini me mua dhe unë me ju. Por në mua. Sepse me Jezusin nuk do të thot që domosdoshmërisht Krishti është duke jetuar në zemrën tënde. Nuk do të thot që domosdoshmërisht je i konvertuar në mendje dhe në frymë, dhe qenia jote punon për interesin e mbretërisë. Dhe brenda teje nuk ka një interes tjetër, por është mbretëria. Pietri thot, unë jam në çadër këtu. S'ka unë, ai e cilëson jetën e vet çadër. Jam një udhëtar dhe një çadër, thot. Pra, një predikim që më ka vrarë tepër, nuk mbaj mend saktë kur e kam lexuar. Thoshti që Jezusi i erdhi deri në atë pikë sa i lau këmbët Judës. Kur ishin 70, dhe nga këta 70, 48 ikën kur Jezusi bëri apologjinë e parë frymore, thonë kjo është shumë e rëndë për ne. Dhe ikë. Juda nuk iku. Ai e kaloi sfidën e parë. Kur Jezusi i lau këmbët, Juda ishte aty. Jezusi i lau këmbët. Por Jezusi nuk ishte kur në Judën. Jezusi ishte gjithmonë me Judën, por kur në Judën. E Juda në Jezusin ishte. Sepse deri darkën e fundit ishte me të. Ka një dallim shumë të madh. Jezusi me ne dhe Jezusi në ne. Ja përse vargu thot, unë dua të jem brenda teje, që të bëj vegël dhe punëtor të korrave. Si unë mundet, thot Zoti, të të çoj të korrat e mia nëse si i përgatitur? Ku do shkosh? Do përfundosh si ai, që e mori talentet dhe fsheu dhe mendon që ishte duke shërbyer mirë. Zoti, kur të jep ty, kur të pajis në frymë, nuk vjen më Zoti te ne për fryte sipas sezoneve. Sepse ai të ka pajisur dhe nuk pret më Zoti sezon. Te Marku 11 është një shëmbulltyr shumë e mirë lidhur me këtë. Jezusi u ofroi një fiku, i cili kishte gjethe dhe Zoti pandeu që ai fiq do kishte edhe fryte. Dhe kur u ofrua dhe s'kishte fryte, Marku gjen një specifik shumë të madh dhe thot, sepse nuk ishte koha e fiqve, thot Marku. Dhe Jezusi prap ju ofrua. E dinte që s'ishte koha e fiqve dhe ju ofrua. E dinte që s'ishte sezona dhe ju ofrua prap. Dhe kur nuk mori fryte mallkoi. Pali i thot Timoteut, prediko, qorto, mëso sezon e pas sezon. Sepse nëse je një punëtor i Krishtit, ti nuk mund të jesh një që pret sezonën tënde. Krishti është përmbi sezonat.
Por nëse nuk jemi punëtor të Krishtit, nëse Krishti nuk është thellë në ne, por është thjesht me ne paralel, po jo brenda nesh, ne do të presim sezonën, kur të na vinë ngeja, kur ta shohim, kur të ndihemi mirë. Kur të ndihemi mirë, ka ndodhur mua vetë në jetë, po s'po ndihem, po s'po bëj. Nuk është kjo. Është Jezusi që s'po forcohet këtu brenda. Ne nuk mund bëhemi punëtor të Krishtit nga vetja, nuk mund të çohemi një mëngjes të duhet bëhem. Amen, vullnetin duhet ta kemi. Dëshirën e madhe po, por është vetëm fillimi. Duhet të shkojmë thellë në thellësitë e Krishtit për të qenë punëtor të frutshëm. Ka një diçka. Unë besoj të gjithë ju i mbani mend 7 letrat e zbulesës. Aty janë 7 kisha të ndryshme, nga Efesi te Laodicea. 4 nga ato nuk ishin mirë. 2 ishin mirë, e fundit ishte të mërshit së keq. Laodicea pëson edhe një ultimatum. 4 që nuk morën ultimatum për që ishin keq, Zoti thot e janë 20 duat ju nxjerr. 2 të tjera Zoti thot vazhdoni dhe rrituni akoma më shumë. Shikoni, kemi 7 situata të ndryshme, por të këtyre 7 kishave ka një diçka që Jezusi ja thot të njëjtën gjë 7 herë të 7-ave, pavarësisht që ato gjendeshin situatë frymore, edhe Laodicea thot. Laodicea mori ultimatum, në fund ja thot Zoti. Kush fiton, ai ka për t'u shpërblyer. Ja thot Efesit, të 5 tjera, ja thot Laodices. Ai që fiton, ai ka për të marrë shpërblim, dhe shpërblimet janë ndryshme. Dhe ja thot të 7 kishave. Vetëm kush fiton, ka për të marrë shpërblim. Dhe arsyeja pse ja thot, pavarësisht ku ti je, ti duhet të jesh i frytshëm në mbretërinë e Krishtit. Ti duhet të jesh aq i rrënjosur në Krishtin Jezus, që unë të bëj ty një punëtor që ti të ndrosh kombe, kultura, tradita, popuj. Merreni dritën time dhe çojeni në botë, por si mund ta bëjmë ne këtë kur ne jemi gjys dritë, gjys errësirë? Duhet jemi plot dritë dhe nuk mund të jemi plot dritë nëse Krishti nuk është i rrënjosur në ne. Krishti në ne është Zoti Jezus brenda nesh. Krishti me ne është Zoti Jezus jo brenda nesh, paralel. Ne njohim e dim, amen, dim Biblën, dim kishën, i dim tara. E ceka më herët, Juda e kishte të tillë. Dhe deri natën e fundit, ai e quante Rabi. Nuk ka një vend ku ai e quajti Zot. Natën e fundit ai tha Rabi, a jam unë? Sepse ai vetëm ecte me Jezusin, po Krishti nuk ishte këtu. Që të jemi të frytshëm në Krishtin, është fryma e shenjtë e Jezusit, ajo që na bën. Është Krishti ai që na bën neve punëtor, ai që na jep gjithçka që na duhet për të qenë punëtor ti. Ne duhet vetëm të rrënjosemi në Krishtin. Dhe jo vetëm kaq, po të ky kapitull ku ne po mësojmë këtë. Te vargu 7 thot, në qoftë se ju qëndroni në mua dhe fjala ime gjithashtu në ju, thot edhe fjala tani. Atëherë u krye. Ne jemi punëtor të Krishtit. Nëse nuk është kjo gjendje frymore me Krishtin, ne mund të bëjmë një aktivitet për Krishtin. Juda kishte një detyrë shumë të rëndësishme. Ai mbante thesarin. Nuk ishte pak kjo detyrë. Ne mund të bëjmë një detyrë, 2, 3, 4, por Krishti këtu nuk thot në bazë të detyrave që do bëni, do jeni. Jo. Nëse unë në ju dhe ju në mu do jepni fryt. Nuk ka asnjë tjetër. E thot në 4 vargje. Nëse unë nuk jam në ju, thot, ju nuk do jepni tek 6, thot, ju nuk do jepni dot fryte. Nëse ju nuk jepeni fryte, thot, ju do hidheni. Si shermendi që hidhet dhe digjet. Po shiko si e ndërlidh Zoti.
Nuk thot nëse ju sjepni fryte, nuk e fillon këtu. Por thot nëse unë nuk jam në ju, e fillon këtu. Pastaj e vazhdon, ju nuk mund të jepni fryte dhe përfundon të hidheni. Por nuk fillon të frytënia. Fillon të unë në ju, thot Zoti. Aty fillon shërbesa jonë. Krishti i rrënjosur në zemrën tonë, aty fillon shërbesa jonë. Pjesën tjetër e bën Zoti, sepse në fundit do jemi shërbëtor të Tij. Do japim fryte për mbretërinë e Tij, jo për tonën. Ne nuk do të shkojmë te një ardh të korrave me grure misëre, do shkojmë te frytet e Perëndis. Unë do të shkojmë bashkë një gjë te Romakët kapitulli 12. Vargu 1. Romakët. Atëherë, thot, ju lutem pra, o vëllezër, nëpërmjet dhëmshërisë së Perëndis, dhe shikoni çfarë thot këtu. Ti paraqisni trupat tuaj si flitë gjallë, të shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndin, presje, që është shërbesa juaj e mençur. Këtu po thot, pjesa e dytë e vargut. Ju do e paraqisni trupin tuaj si flitë gjallë të Perëndia, të vdekur për këtë botë, gjallë vetëm për Krishtin. Pastaj flet për shenjtërinë dhe thot, kjo është shërbesa juaj e mençur. Këtu fillon shërbesa jonë. Kur ne paraqitemi te Krishti, të vdekur për gjithçka, por të gjallë vetëm për Krishtin, dhe ai ashtu na bën ne punëtor të korrave të Tij. Nuk mundemi ne të jemi punëtor të Krishtit, por duke mos respektuar të gjithë rregullat e garës të Krishtit. Çfarë i thot Pali Korintasve? Korintasit kishin një problem. Kishin futur në kishën e tyre, thot Pali, gjëra që as nuk guxojnë të përmenden. Është turp edhe ti thuash, thot Pali. Çka kanë ju? Dhe pastaj thot, a nuk e dini që kur je në një garë ti duhet respektosh rregullat e garës? Kur ne jemi në shërbënjësi të Krishtit, ne jemi sipas rregullave të Krishtit, jo sipas rregullave tona. Por merreni me mend, nëse ne hymë në shërbënjësinë e Krishtit, gjysmë rregullave tona, gjysmë të Krishtit, ne nuk jemi një vegël e plotë e Tij. Jezusi thot, rrënjosuni në unë, dhe unë do ju bëj punëtor. Dhe ky varg thot që shërbesa juaj e mençur fillon kur ju jeni një fli i gjallë për Perëndin, nuk thot kur ju kryeni një vepër për Perëndin. Ktu fillon shërbesa juaj. Kjo është Bibla e cilëson si shërbesa juaj e mençur. Nëse ne duam të bëjmë një shërbënjësi të Krishtit, dhe nëse duam të japim frytet e Krishtit, duhet më parë ne të jemi të vdekur për gjithçka dhe të gjallë për Krishtin. Një punëtor që punon me dy interesat ndryshme, interesin e vet dhe të mbretërisë, nuk mund të ekzistojë. Dhe nuk mund të jetë i frytshëm. Një punëtor i tillë, e fundit është kjo, përmendet te Luka 10:2. Te Luka 10:2 flitet për një pemë fiku, e cila nuk po jepte fik, dhe i Zoti fikut nuk po jepte fryte. Dhe i Zoti fikut vjen 3 vite rresht. Dhe thot bollmë, nuk duroj. Kjo është një pemë e cila nuk po jep dhe unë do e heq. Luka 10:2 është një shëmbulltyr shumë e fortë. Unë do e heq, thot i Zoti. Prije dhe hiqeni. Por kujdestari i kopshtit i thot, të lutem Zot, lëma edhe këtë vit, që unë të përkujdesem më shumë. Dhe vitin e 4 kur të vish, ke për të gjetur fryte. Jezusi thot, shermendi nga vetja e tij nuk jep dot. Kjo është gjëja më thelbësore. Nuk mundet shermendi, të cilin ne jemi shermendi, Jezusi është ardhia. Nuk mundet shermendi nga vetja e vet.
por ideja që është, jo, po unë mund të jemi frytshëm sepse kam Jezusin. Jezusi thotë, nëse më ki mua, duhet më kesh sipas kushteve të mia, jo tuat. Unë rroj vetëm në zemrën e njeriut, nuk rroj jashtë njeriut në shoqërinë e njeriut. Këto janë kushtet, këto janë rregullat e garës për cilët shkruante Pali. Nëse je në garë, do i përmbash rregullave. Dhe për ta përmbyllur, ne nuk mund të bëhemi dot punëtor thjesht sepse ne duam. Ne nuk mund të bëhemi vegla të Krishtit thjesht sepse ne kemi dëshirën tonë të madhe për të qenë vegla të Tij. Ne mund ta kemi dëshirë për të qenë vegla e Krishtit, por mund mos të kemi dëshirë për të dorëzuar te Krishti. Ne mund të kemi dëshirë të punojmë për Krishtin, por mund mos të kemi dëshirë të punojmë sipas rregullave të Krishtit. Por duam të punojmë sipas rregullave tona. Dhe Jezusi thot, kush punon kështu është si shermendi që hidhet, thahet, hidhet dhe digjet. Por kush punon sipas rregullave të mia, ai do quhet punëtor i cili 5 talenta do i bëj 10 dhe 3 do i bëj 6. Ndërsa ai që punon sipas rregullave të veta, do jetë punëtori i cili një talent do e fshi dhe Zoti nuk i tha shërptori mirë, por i tha shërptori lig. Sepse ke punuar sipas rregullave tua, më ke shërbyer me rregullat e tua dhe jo të mia. Prandaj, ky varg të Romakët 12:1 thot, shërbesa juaj e mençur fillon kur ne jemi fli i gjallë te Krishti Jezus. Dhe atëherë ne bëhemi vegël. Faleminderit vëllezër dhe motra. Me këtë mesazh Zoti ju bekoft dhe uroj që unë bashkë me ju të bëhemi vegla në duart e Krishtit dhe të jemi punëtor të Tij.